da, jem ëllëtitoj. U gëgjove që da, do dalim. Mirëmëngjes nga një video tjetër me ne. Që thoni unë po bëja video duke del nga shtëpia dhe kur pash fytyrën e Shadës se sa e mërzitur ishte më erdhi keq. Kështu që tani e mora me vete edhe do ta mbaj pak në punë para se ta kthej prapë në shtëpi. Do thoni ju po kjo ç'bën për jashtë. Ja, pra një nga arsyet pse unë zgjodha këtë punë është që t'jem e pavarur, të punoj ku të dua, të mos i kërkoj llogari njeriu pse po largohem herë, pse po largohem vonë, ama punët nuk i lë pa bërë, thjesht menaxhoj kohën time. Po ju tregoj një sneak peek edhe nga zyra, edhe pse ende nuk ka përfunduar. Këtu kemi këndin për të bërë photoshoot-e. Këtu po mundohemi të sistemojmë pak me mobili, edhe pse akoma nuk janë të gjitha gati. Edhe sot është një ditë shumë interesante, sepse Ian ka ditëlindje dhe bën 7 muaj. Ian sot i ka ardhur një dhuratë shumë e bukur, dhe në fakt i ka ardhur pas dite, por do t'ju tregoj sa po të vi nga kopshti dhe çerdhja e Ian dhe Doan, sepse ka një dhuratë për Doan dhe një për Ian. Dhe juve do ju pëlqejnë shumë, jam e sigurt. Kështu që na ndiqni se unë do mbaroj punët sot dhe dita është e gjatë, na prisin shumë gjëra të bukura. Përshëndetje prap. Pas një dite shumë të gjatë dhe shumë të lodhshme, më në fund është ora 4. Edhe mund të them që pak a shumë mbarova punë. Puna ime nuk mbaron, domethënë se me vërtet kam këtë fleksibilitetin, po edhe duhet të punoj. Kështu që kam sa gjëra për t'i bërë mbas dite nga shtëpia, po them që pjesën më të madhe të punëve e hoqa. Dhe siç u thash në mëngjes në fillim të kësaj video, është një ditë shumë e bukur, edhe pse koha është e tmerrshme. Është një ditë shumë e bukur se Iani jon bën 7 muaj sot, kështu që tani Dolci sapo ka ardhur nga puna, ka ikur të marrë fëmijët në kopës dhe në çerdhe, edhe unë po mendoj që të vazhdojmë videon bashkë dhe që t'tregoj pak se çfarë do bëjmë. Plani është të shkoj në shtëpi të bëj një dush, të heq lodhjen e gjithë kësaj dite dhe të vi në humor për t'u kënaqur me fëmijët. Dhe pastaj do t'i bëjmë videon Ian petullës me 7 petulla, t'ja tregoj dhe juve, do hapim atë pakon aq të bukur nga Petit Atelier, që është një faqe e re që është hapur në Instagram. Kur them e re, relativisht e re, po më shumë të e re për ne, se nuk e kishim parë. Edhe do shikojmë çfarë gjëra bukura kanë ardhur për Doan dhe për Ian, edhe do ju tregojmë pak se do festojmë dhe çfarë do bëjmë sot. Kështu që qëndroni këtu, se ne presin gjëra më të bukura se gjërat e punës që kemi ndarë këto videot e fundit. Gjithashtu gjej momentin t'ju them mos harroni të bëni subscribe, të bëni like të videot tona sepse na ndihmoni shumë, dhe gjithashtu na thoni edhe në komente se çfarë dëshironi që të postojmë më shumë. Doni më shumë video nga puna, apo më shumë video nga shtëpia, apo video. Në fakt, tani që po mendoj, kemi për të rregulluar dollapin dhe dhomën e Doan sepse është bërë një tmerr. Na thoni pak, a doni që ta ndaj me ju? Dhe me u bëft, përfundimisht puna për mua mbaroi, ju tregova 2 qeset, sepse është dhurata e Ian, ka ardhur edhe një vezë pashkësh për Doan, nga to Kinder, edhe një dhuratë e vogël prapë për Ian, kështu që ikim në shtëpi, të kënaqemi me kalamaj, të shijojmë mbas ditën dhe të largojmë mendjen nga puna. Përshëndetje, unë jam këtu me vllai, se më tha mami kanë ardhur sa surpriza, edhe do t'japim bashkë. Je gati të sjell? Price, po e sjell. Të filloj me të parën? Që ke? I ke mbyllur syt? Filloj me këtë të parën. Hape. E kuptove të ata? O Ian, ka dhe për ty atë. Sasha, është veza e pashkëve. Nga si shoqja mami, Tila. Të pëlqen?
E një do të regojmë dhe këtë të vllaje, që në ka sirtila. Mos e hapni atë. Pastaj hapni, babi. Shikoni sa gjëra të bukura në ka sirtila. Jam 5 badi për që në verë të lëm lakurish në për plazhe për qef vetë. Janë të pëlqenjë? Mama, Që janë të tuat janë? Pastaj, babi. 5 vjeç janë. Për 1 vit. Të pëlqenjë janë? Mama, hapë Pa, prisni të hapim pak këta. Mami s'di ka si hapet kjo dojnë. Na duhet një gërshëm duket. Kalim të tjetra. Po e tregoj unë dhe hapet ti, mami, okej? Kjo është nga Baby Trend, që kishte porositur mami për dojnë dhe për Ian. Të hapim dojnë tani të tregoj. Ha, mama. Ja, për të ngrim që shumë. Po shikoj një gjë e luaj. Një gjë që ti e doje, e ke kërkuar. Ian, të pëlqen të ik në aqër? E mban më që i kërkove te? Tak i porosita. Afro të tregojnë që të kamera. Janë roba banjo me Moanën. Këto ishin nga Kiabi. Qetu. Tashe, qa kemi tjetër, kemi dhe këto të Ian. Ian si gjithmonë, o badi, o kanatiere, jemi përgatitur për verën me këto kanatiere të Kiabit, të thjeshta që t'ja veshim për kollaj poshtë me 3 ngjyra. Edhe këto janë të tuat janë, vaj, ti kesh. Mama, ta apim vesën tash? Në dija që kisha kam. Ka akoma? Është për mama po vllai? Shikoni sa e bukur është kjo pako, është nga Le Petit Atelier, faqe që po ju thoj. Është për të dy. Doan pa çokoladën, ai që kishte doli veza me çokoladë kaq, iko. Këtë tjetri që nuk pushon, nuk i mbyllet goja, po ju tregoj pak këto, se i hapëm i bëm një video për Instagram. O Gjuna, po flasun, Gjuna! O Gjuna! Janë që qesh, shikoni sa e bukur është kjo që erdhi për Ian, me këtë jakën kështu, ka një qëndisje me limon të 2 cepat e jakës, dhe vjen kështu si të tinë që mbërthehet, po shikoni sa e bukur. Tani t'ju tregojmë edhe një sekret, që ne e kemi mbajtur sekret, po kemi 2 ditë që e mbajmë sekret, hajde o burë. Unë dhe burë dhe fëmija, muajin tjetër do ikim në Barcelona. Do ikim se burë ka ditëlindje në muajin tjetër, edhe nuk do ikim për ditëlindje. Ja kam bërë surprizë me detyrim, dhe me dhe burë, do paguj lekët dhe do ikim për ditëlindjen e vetë në Barcelona. Për të regojmë dhe fustanin e dorë në shpër. Kjo është fustani dorë, shikoni se i bukur. Kështë se stil vintage, fiksim pëlqenë mua, dhe është aq i holl, aq i freskët. Kjo janë si limon. Ja, ti mbajt gocës, shpirtu mbajt çonet. Nuk shkojnë që përqit me njëri tjetëri. Pas ka një lloj parfumi, një aromë. Dhe tjetë dyqane, shumë e mirë. Ian do t'a veshi këtë në Barcelonë dhe do t'ali foto si limon, kështu që përgatitu një tashine. Thank you, Le Petit Atelier. Faleminderit, shumë ishe shumë bukra. Edhe ne do blim prapë, se son pa gjitha të gjyra tjera të bukra të faqe, kështu që shpirt. Bam, bam, bam. Bëj gati, dele dhe rroga për pak, edhe ja gjim vëndën. Qik në Barcelonë rrogës, qik me rroga. Ja. Unë kam shkuar disa herë në Barcelonë, po për sa qik burë nuk ka shkuar akoma. Ja do la provojmë tani. Kështu që mbas Valencia si jemi për Barcelonë. Barcelona, edhe vapsës. Edhe aty dhe të ngrot biles më ndër. Po. Sot ishe 29 gradë këtu në Tiranë, jam në Barcelonë. Da, po, da do shkosh te. Da. Tani ikëm se duhet blim donat që të bëjmë ditëlindjen e Ian. 7 muaj, sot i. 7 muaj. Ama, ikëm. Jo, po thoni qa të doni, po çdo gjë ndodh për një arsye. Thamë që do iknim në Spanjë. Emri Lola Palacios, edhe shkruajtur në etiket spanjish, cada detalle de esta prenda ha sido kështu thot kjo. Kështu që është shenjë që Ian këtë tutinën do ta veshin në Spanjë. Apo s'është dhe pion Dian andi nga Spanja do kesh sukses mame, do të shikojnë gjithë gocat.
Nas, dojnë kishte një nas të kinderi, se me zi po prisnim të shikonim. Ja çfarë kishte brenda kinderi. Më shumë pëlqen kjo se sa fustane. Po, edhe fustane për këtë do të marrë ma vete të Valencia. Të Barcelona, se Valencia ishim një. Prap do ikim. Po, prap. Edhe do të marrë edhe aty edhe të Valencia. Okej, mirë, shumë bukur. Dhimë të pak sigur. Po hiqe me që dëm pak. Po s'ka që në ma dhem, vetëm këvura. Jetë ime. Ata. Ata. Që thoni juve, për te po ja futi një sy qumë. Edhe festa janë u shty për pak më vonë. Dhe tani, për të festuar ditëlindjen e vllajt siç duhet, po I fusim një porasi për noodles. Gjedhu në ma. Porosia ime sa po erdhi, po zbres ta marr. Ndërkohë nuk e di se çfarë më bëri alergji dhe jam mbushur me puça të vogla. Jam. Herën e fundit kisha porositur nga zyra dhe nuk e pash fare adresën, kështu që ai djali kishte vajtur te zyra. Kështu që për e këtë punën ka I qafër me shpina. Shohim pak çfarë ka këtu brenda. Jam gjitha për mamën da. Pse? Po se ti thej që nuk doje. Doja unë. Që janë ato? Ate janë shkopa për të ngrënë, kjo është salsa. Do t'i hapim? Hape ti një. Unë do marrë këte. Okej, kujdes janë nxehta. Ndërkohë Luku I do, Që ka këtu? Chicken nugget! Ato janë me kreb, mame. Këto janë karkaleca tempura. Edhe këto janë noodles. Singapore noodles, janë dhe me karkalec. Edhe me mishviqe. Në që janë këto? Ato janë kreb rolls ose një gjë kështu. Të da provosh? Që është kjo? Gati janë! Gati! Është ditëlindja jote! 1, 2, 3. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Ian, shumurime për ty. Bravo! Edhe një cimdi janë. Pipina! Sila këtu. Bravo! A I me tashu Ian bëft 100 vjeq, veu I madh dhe I zjuar si motra.